Selimi, për ta mbrojtur të paprekur portën. Përgjithësi kena gjithë papreshjen duke filluar nga unë i pari, po atjetër tek porta dhe pjesa tjetër e ekipit, çdo repart ka përgjegjësinë e vet, kështu që funksionojmë si një trup i vetëm, nëse nuk funksionojmë si tillë, natyrshëm që atëherë nuk mund të quhen ekip. Me qenimi të Selimi profesor ka disa javë që keni besuar vendin e titullarit, patyshim të kënaqur nga forma. Jam shumë i kënaqur, them drejtën. Normalisht është një djalë i cili ka qenë serioz gjithmonë. Dhe kur i jepet mundësia, djali po e shfaq vlerat e veta dhe normalisht me punën e vet e ka arritur ta marrin portën. Dhe shpresoj që të vazhdojmë me këtë ritme dhe me këtë formë që po tregon. Si kanë shkuar përgatitjet e kësaj jave? Si zakonisht, por të them drejtën kemi pas pak problematika me lojtarë të cilët kanë pas shqetësime fizike. Edhe për ndeshjes fundit me Laçin, siç ishte edhe Pjeshka dhe Bardulla, të cilët edhe dolën në ndeshje me Laçin për arsye damtimesh. Sikurse edhe pak shqetësim edhe me Tafilin pak, megjithatë normalisht i dihen tashmë edhe mungesat e Markut të Cicmilit për arsye edhe të damtimesh. Gjithsesi, shpresoj që sot paktën të jetë pjesa kryesore dhe mashtrënore e ekipit në dispozicion dhe jam i bindur që nesër do të jenë gatshëm, por gjithsesi cili do sportist që do të jetë fushën e lojës nesër për snapin më të mirë në tij për të shërbyr vetit rrallë parë dhe fanes Vllaznisë rrallë dytë. Tërpiqja e radhës për të shërbyr të dielën e kam theksuar dhe herë tjera dhe nuk kam se ndryshoj mendim. Vllaznia ka një gjithmonë fushën e lojës për ta fituar një ndeshje kundër çdo kundërshtarit. Kështu që nuk bën përjashtim mos ekipit të Uc, po atjetër që do të him për 3 pikë. Uroj dhe shpresoj që këtë që po thojmë sot dalim faqebar dhe objektivi tjetë i rritshëm. Kam shumë besim. Profesor, edhe pse Vllaznia që shkuta 9 pikë, ka vendi para fundit ka komente, opinione apo dhe mediat që Vllaznin e citojnë si të rrezikuar për vjetesë. Po përderisa diferenca është 9 pikë, që janë edhe 11 javë në dispozicion, çdo gjë kam thënë edhe herë tjetër mund të ndodhin në futbollin shqiptar. Për këtë arsye kam kërkuar përqendrim maksimal edhe te sportistat, por edhe të nënë natyrshëm si staf dhe krejtësisht klubi Vllaznia që të jenë të gjithë bashkë afër si një trup i vetëm për të vazhduar dhe për të mbrojtur, nëse mund të them kështu, nga influencat ndryshme në këto kushte. Na kena marrë ndeshjet rrallë mas rrallë dhe do të kërkoj maksimumin në çdo ndeshje, kështu që nuk do të thotë asgjë kjo distancë, nëse nuk do të jena të përqendruar dhe nuk do të jena serioz, fushën e lojës edhe mund të zvoglohet. Jo fjala është ndoshta nuk takohen emrat e tjerë që janë edhe më poshtë dhe nëse kjo mund të jetë pasë Vllaznia. Kjo mund të jetë luftë mediatike kolegëve tuaj, që edhe nesër na shqetëson hiç absolutisht kjo gjë. Na duhet shohim punën tonë, bëjmë punën tonë më së miri dhe kjo është detyra jote. Pjesa tjetër e shkrimeve nuk na përket ne, është i lirë çdo kush për me shprehë mendimin e tij.